Të dashur bashkëdhetar, motra, vëllezër dhe miq, kudo që jeni, mirëmbrëma. Dua t'ju informoj që po përgatitet fjalimi i shekullit. Po, e dëgjuat mirë. Lajmi më i madh i të gjitha kohërave që gjithë njerëzimi po priste. Po e përgatit presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto momente që po flasim, Mr. Donald Trump. Çfarë? Tani po ja u tregoj. Më ndiqni me kujdes dhe kush është rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju faleminderit për mbështetjen. Ndonse disa shpesh bëjnë disa komente për këto argumenta, pra kur flasin për jetën jashtëtoksore, që janë jashtë logjike, sepse duke mos qenë në brendësi të këtyre argumentave, padyshim edhe gabojnë. Por sot unë dua të jemi qartë, ndaj më ndiqni me kujdes. Atëre, ky që shihni këtu është profesor Steven Greer. Profesor Steven Greer është një nga ufologët më të mëdhenj në botë, por njëkohësisht është fizikant, pra është një profesor. Kush është profesor Greer? Profesor Greer është një doktor, por për më tepër është edhe themeluesi i SETI-t, pra Center of Study Extraterrestrial Intelligence, pra studimi i jetës jashtëtoksore. Njëkohësisht është edhe themeluesi i Disclosure Project. Pra ky zotëria këtu është një nga më të rëndësishmit për sa i përket ufologjisë. Dhe siç ju kam thënë para pak kohësh, nëse do të flitet për jetën jashtëtoksore në këtë planet, janë të detyruar që të kontaktojnë SETI-n dhe duhet që të therrasin pikërisht këtë zotërin këtu, pra Mr. Greer. Pra ky zotëria këtu, siç ju thash, që është drejtori i SETI-t, që qeveria është e detyruar të shkojë te ky, po përgatit një diçka që duhet ta dini. Po përgatit fjalimin, speech for President Trump, pra për presidentin Trump, që do t'i drejtohet jo vetëm amerikanëve, por gjithë planetit, për prezencën e jetës jashtëtoksore në këtë planet, dhe po e përgatit ky zotëria, pra Dr. Steve, dhe unë do t'ju them se çfarë thot këtu. Dëgjojeni me kujdes. Atëre, mund ta gjeni edhe ju këtë, por unë do t'ja u lexoj. My fellow Americans and all citizens of Earth, të dashur Amerikan dhe gjithë ju qytetarët e planetit, it has come to our attention that extraterrestrial civilization of great technological advancement have been visit the Earth for some time. Të dashur Amerikan dhe qytetarë të këtij planeti, dua t'ju informoj që civilizimet e jetës jashtëtoksore me një teknologji të avancuar kanë vizituar për herë këtë planet. Tani, për ata që nuk e kuptojnë, duhet të dini që është e vërtet apo nuk është e vërtet, ky lajm do të ndryshojë një herë për gjithmonë mendimin për sa i përket jo vetëm jetës jashtëtoksore atje, jashtë, pra jashtë planetit ose në këtë planet, por edhe për jetën e njeriut në planet. Dhe do t'ju them se përse, më ndiqni me kujdes. Njëkohësisht, dua t'ju informoj që para pak ditësh, Barack Obama konfirmoi jetën jashtëtoksore në këtë planet ose më mirë në univers. Dhe fill pas tij edhe Donald Trump tha që duhet me se s'bën që të hapim fajlet e jetës jashtëtoksore në këtë planet, nëse ata ekzistojnë. Në fakt, i kërkoi departamentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra të shërbimeve sekrete, që të tregojnë për sa i përket jetës jashtëtoksore, pra UAP apo UFO. Njëkohësisht, Donald Trump, siç e mbani mend para pak ditësh, ai foli haptazi me një nga pilotët, pra pilotin e Air Force One, që është këtu, që i kërkon se çfarë mendimi ka për sa i përket jetës jashtëtoksore. Dhe Donald Trump i thotë që unë do investigoj pikërisht për këtë. Por do t'ju tregoj edhe një tjetër informacion që mendoj se është i rëndësishëm për këtë argument që po flasim tani. Para disa viteve, kur flisja për emisionin Enigma dhe përgatisja programin Enigma, shpesh kontaktoja me njerëz të rëndësishëm dhe në këtë rast, për të folur për jetën jashtëtoksore, kush më mirë se Dr. Steven Greer do të mund të bënte pjesë në një program të tillë, pra si programi Enigma. Dhe në trojet shqiptare do të ishte një triumf. Në fakt, e kontaktova dhe shkëmbyem disa emaile së bashku. Shikojeni. Ja ku e keni emailin. Hello, I am Nadir Mura, Director of Enigma Program by 2011. Ky email ishte për Dr. Steven Greer dhe ishte në datën 9 janar 2021. Siç e shihni, ky është emaili që kam dërguar dhe shikojeni pak. Mu përgjigj sekretarja e tij, ja ku e keni, dhe thot:
Faleminderit thot për interesin thot, por Mr. Griffith ju imagjinoni thot që ka shumë intervista, siç e shihni, por do t'ju lutesha thot në informacione më shumë, nëse keni social media dhe ku i keni etj dhe numrin e spektatorëve. Njëkohësisht unë i shkruaj që nuk është një social media, por është një program televiziv, sa janë me një fjalë një platformë televizive, 8 milion shikues etj dhe i them të gjitha minutazhin, sa minuta i do të dëshiroja me të dhe pyetjet që i bëra. Në fund fare më thot, atëre po përgatis mi dërgoha dhe foto të gjitha çfarë ishin këto dhe më thot, ok, thot, do të kontaktoj thot dhe do të them, ok, faleminderit dhe kaq. Padyshim shumë prej jush do thonë, atëre ti pse nuk e intervistove? E thjesht, sepse emisioni Enigma u ndërpre dhe nuk munda që ta intervistoja. Një nga njerëzit më të rëndësishëm të ufologjisë që do t'i the dritë, le themi, mbi jetën jashtëtoksore dhe mbi studimet, sepse duke qenë jo vetëm një ufolog, por edhe një shkencëtar, do t'ishte një nga zërat më të rëndësishme. Por nuk funksionoi sepse emisioni Enigma u ndërpre. Megjithatë, doja t'ja u tregoja këtë rast për të kuptuar që është një nga njerëzit më të rëndësishëm të planetit. Dhe ajo që ai po përgatit tani, pra atë letër që do flasi presidenti Trump, për mendimin tim është epokale. Dhe do të dëshiroja një komentim tuaj se çfarë mendimi keni ju për një argument të tillë dhe për këtë lajm epokal. Dhe sipas jush, çfarë do të thonë në këtë lajm ose në këtë konferencë? Ju si mendoni? Tani, përpara se të filloj unë, doja t'ju pyesja juve. Ju, çfarë mendimi keni? A ekziston jeta jashtëtoksore në këtë planet? Një përgjigje e thjeshtë. Ju, çfarë mendimi keni? Unë do t'ju them mendimin tim, një studim i bërë prej vitesh, një mendim personal dhe kjo nuk do të thotë që është legjitim. Pra është kështu dhe kaq. Unë do të them pjesën time, por njëkohësisht ju mendoni pjesën tuaj. Tani, a ekziston jeta jashtëtoksore në këtë planet? Po ju pyes edhe një herë. Ju çfarë mendimi keni? Përpara se këta zotërinj të japin atë lajmin e madh ose më mirë fjalimin epokal të kësaj epoke, sepse është jo vetëm i kësaj epoke, por i të gjitha epokave të njerëzimit, sepse do t'japin fund njëre për gjithmonë, si thuhet, që e kisha thënë që në vitin 2019 që nga sot do të ndryshojnë shumë gjëra, por shumë pak e kuptuan, i gjeni sa video të doni, por edhe në këtë kanal këtu, pra në YouTube, gjeni videon e vitit 2019 ku thosha që nga sot do të ndryshojnë shumë gjëra. Sepse nga i moment kur dalin haptazi dhe gjykojnë për sa i përket jetës jashtëtoksore, nga ky moment i kupton. Pra, unë do të them mendimin tim. Një, pikë së pari, duhet të dini që njeriu jeton këtë botë ose këtë dimension që është këtu, që është jeta jonë këtu, e jeton në bazë të disa shqisave që ka. Pra, ne e jetojmë këtë botë në bazë të shqisave. Mirë po, si pas shkencës dhe fizikës kuantike, ne njohim vetëm 5% të botës që na rrethon. T'ja u përsëris edhe njerë, nuk ka asnjë shkencëtar që të thotë budallëqe, sepse kjo është e vërtet dhe e vërteton jo vetëm shkenca, por edhe shqisat tona, që janë shumë më të dobta nga ato të një maceje, të një qeni, për disa nga ato shqisat e qenve dhe të maceve. Pra, njerëzit perceptojnë botën ashtu siç është, ndonse njeriu duket ose shfaqet sikur të jetë le të themi pronari ose padroni i gjithë planetit, por nuk është e vërtet, sepse shqisat tona, e përsëris edhe një herë, janë të programuara që të përjetojnë ose të jetojnë këtë jetë ashtu siç ne na paraqitet, pra për senset tona. Dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm që këtu mes nesh mund të ekzistojnë jetë jashtëtoksore dhe ne nuk mund t'i kuptojmë. Dhe kjo është pika 1. 2, që është e rëndësishme. Sipas fizikës kuantike, ose më mirë të mikrogrincave, ose më mirë si quhet edhe teoria e stringëve, teoria e stringëve thotë që dy grinca, nëse do t'i ndajmë njëra mes tjetrës, para t'i ndajmë të dyja këto, dhe ta çojmë njërin në cep të universit dhe njërin në cep të universit nga ana tjetër, të dy ato do të sillen në të njëjtën mënyrë. Pra, si sillet njëra, sillet edhe tjetra. Ky është një eksperiment që është bërë në laborator që në vitet 80, por është bërë edhe në CERN, është bërë her pas here. Këtë ka thënë edhe një nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës, që është Albert Einstein, ku ai sipas tij supozon që ne mund të lëvizim në univers ose nga një vend në tjetrin ose nga një dimension në tjetrin duke lakuar
kohë hapësirën. Çfarë do të thotë kjo? Pra, kohë hapësira nuk janë gjë tjetër veç se këto grimca që ju përmendëm më lart. Nuk dua që të zgjatem në këtë, sepse e di që do kush nga ju duke mos patur grada, mund të thotë që ti mos fol për shkencë se nuk je shkencëtar. Dakor, por po flas për jetën jashtëtoksore. Atëre, pretendohet që jashtëtoksorët ekzistojnë, janë këtu. Janë këtu, por mos mendoni që mund të jenë me forma të ndryshme siç mendon dikush tjetër. Pra, disa mendojnë që mund të jenë me kokë të madhe, me kokë. Ka të paktën rreth 7 specie të ndryshme, por specia që dominon më shumë është ajo që i ngjason eksaktësisht njeriut. Ne nuk mund të njohim se kush janë ata që janë ndryshe nga njeriu, sepse mund të kenë formën e një njeriu, por në brendësi ata nuk janë njerëz, sepse kanë ADN ndryshe. Dhe këta mund të jetojnë sa të duan, sa të dojë qefi. Të paktën kjo quhet si mund quhet, teoria konspirative më e akredituar ose më e besuar, sepse pretendohet që aty nga vitet 70-80 kur u larguan, pra të erëson, po flas pas vitit 0, kur u larguan nga ky planet, mendohet që njëri prej tyre ndejti këtu. Disa thonë që ndejten edhe të tjerë. Megjithatë, tregohet që kjo qenie ka formuar një lob shumë të rëndësishëm, që disa e quajnë Illuminati, disa e quajnë mason e tjerë. Duke krijuar këtë lob, ka krijuar edhe forma të tjera, ka krijuar dominimin e paras, sepse krijuan paran më vonë, ka krijuar dominimin e qeverisjeve, sepse kanë krijuar brez pas brezi qeverisjen e disa vendeve, dhe asnjë, e përsëris, asnjë politikan në botë nuk mund të bëj si i do qefi, sepse varet direkt nga zinxhiri i lobit, pra nga zinxhiri pjesë derisa shkon tek koka e madhe. Pra, ky është një nga ato teorit e marramense që mendojnë kështu, që tregohet që njeriu dominohet nga një grup, nga një lob, por në krye të lobit ekziston një. Dhe thuhet që ai është Dexhalli. Pse thuhet që është Dexhalli? Sepse ka menduar, së paktën kështu thuhet, që do ta mbledh të gjithë njerëzimin, do flasin një gjuhë të vetme, do kenë një para të vetme virtuale, do kenë një regji të vetme dhe një numër serie secili. Dhe ai nëpërmjet regjisë, pra nga aty ku gjendet, do t'i manovrojë si t'i dojë qefi. Dhe nga aty do kontrollojë gjithë njerëzimin pa marrë parasysh se çfarë mund të dëshirojë njëri apo tjetri. Dhe kjo është e pashmangshme. Mendohet që brenda vitit 2050 do arrihet. Në fakt, ka një projekt i quajtur viti 2030 që e din të gjithë, kemi folur shpeshherë, dhe brenda vitit 2030 do shkojnë në destinacion ose do kryen disa nga projektet që ka shkruar që prej vitesh, dhe ndonse jeton gjatë, paktën kështu thuhet, por kur vin momenti tani, pra momenti vitit 2030, do konkretizohen këto projektet e mëparshme që janë baza, pastaj do t'jenë projektet e tjera për të bërë dominimin total në një të vetme. Dhe tjetra, që është e fundit, mendohet që kështu ka qenë prej vitesh, pra njerëzimi ka arritur një maksimum, ka arritur zhvillimin e tij me teknologjinë që ka patur, dhe nga aty me një buton është shkatëruar çdo gjë dhe ka filluar nga e para. Të paktën kështu thuhet. Tani, pse fola për këtë? Sepse në bazë të këtyre teorive konspirative pretendohet që ata nuk është se do të vinë nga një botë tjetër, por janë këtu dhe po detyrojnë qeveritarët botëror që të shfaqen. Pra, me pak fjalë, ata jetojnë këtu dhe duan tashmë që të shfaqen, që njeriu të kuptojë që ata ekzistojnë dhe janë këtu. Tani, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Mundet që të jetë vërtet, megjithatë koha do ta tregoj, koha do ta vërtetoj, por ato që unë di sipas studimeve që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, unë mendoj që ata nuk kanë nevojë që të vinë nga një botë tjetër apo nga një dimension tjetër. Edhe sikur të vinë nga një dimension tjetër, ata lëvizin nëpërmjet materjes. Dhe ne, nëse ata dëshirojnë, mund t'i shohim, nëse ata nuk dëshirojnë, ne nuk mund t'i shohim. Sepse është njësoj sikur ne të mund t'i themi një pule apo një kafshë tjetër, shiko si zhdukem unë, dhe i vë një plasmas përpara, nuk të sheh, apo një diçka tjetër që ai nuk të sheh, ose një pasqyrë që sheh vetëm vetveten e saj, pula, dhe ty nuk të sheh, pra ti u zhduke.
Po e thash në mënyrë banale për të kuptuar që ekzistojnë dimensione dhe shqisat tona nuk mundet që të futen nëpër dimensione apo të shohin forma të tjera jete që nuk dëshirojnë që të tregojnë sepse nuk ketë të njëjtin perceptim. Pra është vërtet shumë kompleks, por unë ju thash vetëm bazën e këtyre informacioneve. Tani do të dëshiroja një komenti tuaj, çfarë mendimi keni për lajmin e fundit, çfarë mendimi keni për fjalimin që po përgatit Dr. Greer dhe kur do ta mendoni ju që do ta thot Donald Trump dhe çfarë do të ndodh pas këtij fjalimi. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, natën e mirë.